Dy operacione të njëpasnjëshme të policisë së Tiranës kanë çuar në zbardhjen e 6 rasteve të vjedhjes dhe arrestimin e 2 personave të dyshuar si autor. Operacioni i parë i koduar IA u finalizua nga shërbimet e Komisariatit të Policisë numër 1 në Pranga, u vu 23 vjeçari me inicialet KM, i dyshuar se gjatë periudhës 14 deri në 22 gusht ka vjedhur para dhe produkte në 5 subjekte. Gjatë hetimeve, rezultoi se 23 vjeçari ishte më herët me masën e sigurisë arrest në shtëpi për të njëjtën veprimtari kriminale. Në momentin e arrestimit në sheshin Skënderbej, policia i gjeti dhe sekuestroi edhe një sasi të lëndës së dyshuar narkotike Cannabis sativa. Ndërkohë, operacioni i dytë i koduar Reaction u zhvillua nga Komisariati i Policisë numër 4 në Pranga, u vu shtetasi me iniciale SHJ, 31 vjeç, i dyshuar se ka vjedhur me dhunë 2 varse një shtetaseje në rrugën e Saraçve. 2 varset e vjedhura u gjetën dhe u sekuestruan nga policia në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme hetimore.